Pasuria nuk pakësohet nga sadakaja. Doktor Khalid El Jubeir, misionar dhe kirurg i famshëm saudit, transmeton një ngjarje të pabesueshme e cila i kishte ndodhur atij në Marok. Ai tregon se njëri nga princat saudit e kishte dërguar me shpenzimet e tij në Marok për t'i kryer disa procedura mjekësore. Pasi kishte mbërritur, mjeku ishte shokuar kur kishte parë se sa shumë pajisje i mungonin spitalit, deri në atë masa që nuk mund ta kryente procedurën, për të cilën ishte dërguar me shumën buxhetore që kishte me vete. Për shkak të afatit kufizuar kohor, ai nuk mundi të kontaktonte me princin për t'i kërkuar më shumë para, u detyroi që të merrte pajisje me qira. Një maroken erdhi tek mjeku dhe i tha se aty në afërsi jeton një biznesmen lokal, i cili është i njohur si shumë bujar, kështu që mjeku shkoi në shtëpinë e tij. Ai e shpjegoi situatën në të cilën ishte dhe i tha se kishte nevojë për $100,000 për të marrë pajisje me qira. Biznesmeni u drejtua një personi në dhomën ku ishin dhe i tha që t'i jepte mjekut ato që po kërkonte. Doktor Halidi i tha që atij personalisht mos t'i jepte asgjë, por i dha atij listën e kompanive prej të cilave duhet merreshin pajisjet dhe biznesmeni pranoi. Doktor Halidi ja kujtoi atij njeriu hadithin bijues: pasuria nuk paksohet me sadaka. Biznesmeni u përgjigj: o birim, ky hadith ka të bëjë drejt për drejt me mua. Pasha Allahun, në fillim të javës nuk e jap 1 milion, e që në fund të javës të mos i marr 3 milion. Pasha Allahun, unë e jetoj në praktik të hadith. Ky biznesmen kur nuk e kishte refuzuar askënd. Pse? Sepse e dinte se pasuria e tij përket Allahut dhe ai e shton dhe pakson. Ky njeri e konsideron veten rojtar të kësaj pasurie, kurse detyra e tij është që ta shpenzojë në emër të Allahut. Si do të kompensohet? Ai thjesht ka besuar se do të kompensohet. Me një rast e kishin intervistuar dhe e kishin pyetur se atë kanë pyetur fëmijët ndonjëherë pse po jep kaq shumë. Ai ishte përgjigjur me pyetje: a është ajo pasuri e fëmijëve të mi? Gazetari kishte thënë: jo, nuk është e tyre, por e jotja. Ai kishte vazhduar: jo, nuk është pasuria ime. Ajo është pasuria e Zotit tim. Unë vetëm e ruaj. Për më tepër, unë fëmijëve të mi ju kam dhënë mjaftueshëm. Secili prej atyre 4 kanë nga një fabrikë dhe fitojnë mirë. Çfarë do të dëshironi më tepër? Doktor Halidi pastaj përmendi disa vakëfe të këtij njeriu. Subhanallah, ta janë njerëz të sinqertë dhe nuk kërkojnë as lavdi as mirënjohje. Ata japin emër të Allahut dhe ne për ta nuk dim asgjë. Në tregime të tilla fshihen mësime për të gjithë ne. Askush prej nesh nuk duhet ketë frikë të jap nga pasuria e tij për qëllime të mira. Mos harroni. Ne këtë nuk e bëjmë për njerëzit. Ne atë e bëjmë në emër të Allahut dhe jemi absolutisht të sigurt se Allahu vlerëson atë që e bëjmë sinqerisht në emrin e tij. Kjo është situata në të cilën ne gjithsesi dalim fitues. Ne kur nuk kemi në humbje. Allahu do ta kompensojë atë që e japim dhe do ta arrisë, por vetëm atëherë kur ai e konsideron të nevojshme. Prandaj, nëse e dim këtë, atëherë lirisht mund të ndajmë nga pasuria jonë dhe nuk duhet brengosemi kur do të na kompensohet. Le të japim, duke e ditur se Allahu për të është i vetëdijshëm, dhe pastaj le të shpresojmë që Allahu atë do të na e pranojë. Allahu na bëft prej atyre që japin sadaka. Amin.